€443 që do të jenë 25 shtëpi. Faleminderit. Do kalojmë te kandidatët e tjerë. Ju lutem, 2 prioritetet kryesore që vlerësoni se do t'i realizoni të parat nëse ju bëheni kryetar I Komunës së Mitrovicës. Përshëndetje. Po shajë mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Allahu ju mërmëft. Allahu na bashkë të jeni sa më të qetë, na udhëzoft dhe kjo fushat do të jetë një fushatat më dal për komuna tjera. Prioritetet e mia janë 2. Kthimi I deputetet Mitrovicës dhe rregullimi I infrastrukturës në qytet. Çka nuk kupton kthimi I identitetit? Në kthimi I identitetit kupton se Mitrovica dita ditës po humbi identitetin e vet që kishte. Plani I parë do ishte të kthehet identiteti I qytetit si qyteti minatorëve. Së dyti, biblioteka që ekzistonte në qytet duhet kthehet, sepse ka qenë një model dhe një